Në fakt, ne duhet ta shikojmë pak më thellë problemin, sepse duhet kemi parasysh që megjithse Kina dhe Rusia, të themi para 10-20 vjetësh, mund të kenë qenë, kanë konsideronin veten, të themi, fuqi të barabarta, pak a shumë, dhe të ndërsjella në bashkëpunimin e tyre. Në vitet e fundit, duhet të jemi koshient që, sidomos pas fillimit të luftës së Rusisë me Ukrainën, Rusia ka një varësi pothuajse totale në shumë fusha nga Kina. Deri aty sa Rusia mundet që të shkojë në kolaps në qoftë se nuk respekton Kina marrëveshjet që ka me ato, me Rusinë, si për shembull furnizimi me materiale që i duhen edhe Kinës, i duhen edhe Rusisë për luftën, por gjithashtu edhe për thithjen e valutës që Kinës që Rusisë i duhet shumë me shitjen e naftës dhe gazit. Kështu që Kina e ka, duke qenë që në gjithë habitatin e vet që ka disa shtete të tilla që varen nga ajo, si për shembull Irani, si për shembull Korea e Veriut, Laosi, ka disa shtete, bile jo vetëm në Azi, por edhe në Afrikë, ka disa shtete që varen nga Kina në shumë gjëra. Kështu që Kina ka krijuar atë habitatin e vet dhe tani ne mund të themi me siguri të madhe që Kina është bërë superfuqia e dytë botërore, sepse edhe nuk kondicionohet. Këtë sipas meje ka arritur në vitin 2025, vitin e kaluar, kur megjithse Amerika përdori hardline mbi Kinën me tarifa, por Kina u kundërpërgjigj dhe provoi që nuk i trembet. Nuk kanë asnjë, kanë bashkëpunime, por nuk kanë që të jenë të varur, siç mund ta kemi konsideruar më përpara. Dhe asnjë shtet tjetër, domethënë, nuk i trembet, domethënë i trembet Amerikës, por Kina është e vetmja që, domethënë, nuk ka një varësi të drejtë për drejtë. Nuk ka një varësi të drejtë për drejtë. Problem, një kolaps në ekonominë, tarifat. Por ky takim mes Putinit dhe Xi Jinping, zoti Gjeka, çfarë mesazhi i përcjell Perëndimi dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës? Ishin disa, pra Putin dhe Jinping, takimi që është takimi fundit. Takimi fundit janë shkruar disa marrëveshje dhe tregtare. Thash që në fillim, domethënë, që këto nuk përbëjnë asnjë risi për komunitetin tjetër ndërkombëtar, dihet marrëdhënia e ngushtë e tyre. Çfarë mesazhi, si duhet ta kuptoj Perëndimi këtë ngushtësi? Thjesht siç e thash në fillim, që Rusia nuk ka asnjë mundësi tjetër veç se të varet nga Kina. Pra Rusia i ka nevojën Kinës? Po, patjetër. Kështu që unë gjykoj që nuk kemi një botë, nuk do të kemi një botë multipolare, siç na pëlqen të gjithëve që ta themi, por do të kemi një nuk ka një botë multipolare, është unipolare? Është bipolare. Bipolare. Bota do të shkojë në një drejtim bipolar me Kinën si superfuqi dhe Shtetet e Bashkuara, por do të ketë edhe oaze, për shembull Evropa do të bashkëpunojë me dyja, por nuk do të jetë nën varësinë e plot të asnjërës. Megjithatë, sepse po ta shikojmë, domethënë Evropa, duke qenë që dhe Amerika nuk është se po i luan kartat e saj shumë të sakta, për shembull ne kemi vënë re një afrim të Evropës edhe me Kinën. Kështu që në këtë prizëm duhet ta kuptojmë që rëndesa e fuqisë është tani shumë e qartë në Amerikë edhe në Kinë. Përse Kina vazhdon ta luajë këtë ekuilibër, zoti Gjeka, pra edhe mbështeten për Rusinë, por edhe shmange një përplasje të drejtë për drejtë direkte me Europën? Kjo është linja e Kinës apo jo? Po. Një qasje neutrale. Dëgjoj, nga perspektiva e Kinës, Kina i ka shumë të qarta gjërat. Ajo nuk do një Rusi shumë të fortë, nuk do një
Europë shumë të fortë, nuk do një Amerikë shumë të fortë, kështu që ajo është por nuk bëna armika skënd. Jo, ajo është në gjendje që të tërheqë dhe të lëshojë, sepse e ka këtë komoditet tani, nga ana ekonomike, nga ana ushtarake, nga ana teknologjike, domethënë Kina është në pozicionin që e ka komoditetin të lëviz, të afroj dhe të largoj këtë doja jo në një farë mënyre. Sepse është bërë një superfuqi ekonomike. Sepse është bërë edhe ushtarake. Edhe ushtarake. Edhe teknologjike. Edhe politike, mund të themi. Sepse ka krijuar, siç e thash, habitatin e shteteve që varen nga ajo edhe politikisht, edhe ekonomikisht, por edhe diplomatikisht, për shembull, sepse janë krijuar disa... Politikën e jashtme, Kina tani është më e kujdesshme apo më e guximshme? Kina tani është më e guximshme, por Kina është gjithmonë shumë, si që ka thënë Konfuci në një shprehje që unë shpesh e citoj, çdo luftë fitohet para se të luftohet. Dhe Kina ecën me këtë teori. Nëse ai nuk e kanë shumë të sigurt diçka, ata nuk veprojnë. Por në momentin që e kanë të sigurt, atëherë nuk... Si shihet në Pekin, zoti Gjeka, varësia në rritje e Rusisë nga Kina? Rusia varet nga Kina? Po. Po, duke sigur është në rritje, apo? Është varësia në rritje, thoni? Jo, po pyes. Kina patjetër që është interesuar që jashtë të jap idenë që radhë dhe saj i ka shumë të forta, kështu që e ka pritur me shumë elozhe Putinin, për shembull, e ka pritur ndoshta edhe më mirë se sa Trumpin. Po. Gjithmonë Putini i edhe për Trump u bë një pritje... por po ta vesh re, Xi Jinping me Trumpin nuk pati afrime personale, domethënë shumë të dukshme. Kurse me Putinin i thot shoku im i vjetër, miku im i vjetër, domethënë këtu ndihet ajo afërsia që ata kanë, por mos harrojmë që kanë edhe diferenca midis tyre, domethënë kanë edhe rivalitete Kina dhe Rusia, domethënë në vite. Kështu që ne nuk mund ta marrim të mirë që... Për Kinë, Rusia sot është një partner i barabart apo është një partner më i dobët strategjik? Është një shtet vasal. Vasal. Rusia ndaj Kinës. Në gjykimin tim. Tani, shkojmë pak edhe tek vizita e kaluar e Donald Trump, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, marrëveshje tregtare, zoti Trump në delegacionin që shoqëronte ishin një sër biznesmenësh të rëndësishëm mes shumë të tjerëve dhe Elon Musk. Çështja e Iranit u përfol në media ndërkombëtare. Trump shkon në Kinë për Iranin, por që me sa duket nuk është se u arrit diçka konkrete. Si u lexua në Kinë vizita e Donald Trump? Vizita e Donald Trump ishte mënyrën se si shkoi, ishte e detyruar në një farë mënyre, sepse Amerika e kuptoi, ndoshta edhe me vonesë, që marrëveshjet që mund të bënte me Rusinë ose me Iranin të drejtë për drejta nuk do të kishin vlerën afatgjatë. Sepse si që thash, këto shtete janë të varura nga Kina dhe vetëm Kina mundet që të dalë garant për marrëveshje afatgjata, qoftë në luftën e Rusisë në Ukrainë, qoftë për luftën në Iran. Dhe këtu duhet, domethënë, ka edhe probleme të tjera që u diskutuan, por duke qenë që Kina ka objektivin kryesor, ka marrjen e Tajvanit pa luftë,